nuk marrin pjesë në votim. Në rast se duan të bëjnë qeverinë ose të jenë pjesë e një qeverie të përbërë nga partitë opozitare të deri tashme, atë nuk mund ta kenë pa u votuar kryetari i kuvendit, nënkryetarët dhe pa u konstituar kuvendi. Prandaj në rrethonën në të cilën jemi, është një situatë në të cilën bllokuesit të vetëm janë partitë të cilat sot nuk marrin pjesë në votim. Mbi të gjitha që nuk ka asnjë perspektivë mbi atë se si mund të shkojë ky proces në kohën kur fillimisht kanë deklaruar, siç ishte rasti me deklarimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotit Lumir Abdigjiku, që mezi presin që të bëhet konstituimi i kuvendit, një javë para datës 15 prill kur ishte caktuar konstituimi i kuvendit, ndërsa aktualisht e kanë qëndrimin që nuk marrin pjesë në asnjë votim për asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje që është partia që i takon kryetari i kuvendit. Përderisa partitë tjera kanë prezantuar qëndrime të ndryshme selektive në raport me zgjedhjen tonë, përderisa ne po ushtrojmë një të drejtë kushtetuese, ata po prezantojnë qëndrime politike. Nuk është se ne kemi hezituar të vim çdo 48 orë. Ne kemi propozuar se për shkak që nuk ka lëvizje nga qëndrimet e tyre, a do pajtoheshin. Dhe shmangja e procedurës së rregullores është e parapar edhe me rregullore. 2/3 e deputetëve